Sot bëhen 75 vjet nga krijimi i NATO-s, organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut. Ceremonia u organizua në selin qendrore të Aleancës në Bruksel, në të cilën janë për një takim 2 ditor ministrat e jashtëm të 32 vendeve anëtare. Ky takim ndodhi 3 muaj para një samiti vendimtar të NATO-s në Washington DC në korrik. Gjithashtu, presidenti i Republikës, Bajram Begaj, uroi NATO-n, duke shënuar 75 vjetorin e NATO-s, ne jemi të bashkuar në mirënjohje me aleatët tanë. Uniteti dhe vendosmëria kanë formsuar botën tonë të sigurt. Pa NATO-n, siguria globale është e paimagjinueshme, tha ai. Ministri i Jashtëm Igli Hasani u shpreh se 75 vitet e fundit janë një dëshmi e fuqisë dhe qëndrueshmërisë së NATO-s. Aleanca jon është përshtatur vazhdimisht me ndryshimin e peizazheve gjeopolitike, duke shfaqur qëndrueshmëri dhe fleksibilitet. Për Shqipërinë, data 1 prill 2009 shënon një moment kyç në historinë tonë dhe një afirmim të aspiratave tona për të krijuar një shtet modern demokratik. Anëtarësimi në NATO për ne nuk ishte thjesht për të përfituar siguri, ishte gjithashtu për rrënjosjen e vendit tonë mes familjes demokratike perëndimore të kombeve. Ministri i Jashtëm shqiptar shtoi se gjatë 15 viteve nga anëtarësimi në NATO, Shqipëria ka bërë maksimumin për të kontribuar në aleancë, duke luajtur një rol të rëndësishëm proaktiv në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit të rajonit tonë dhe duke kontribuar në misione dhe operacione në të gjithë globin.